Pse do mos ta shohim çdo gjë si një mësim? Çdo gjë është një mësim në vetvete. Ne nisim ditën tonë dhe kemi për shembull detyra për të kryer, kemi plane për të bërë, aventura për të shijuar, por në vetvete gjithçka mbart një mësim. Dhe çdo eksperiencë ka një mësim, qoftë e bukur apo jo dhe aq e bukur. Sepse në fakt janë thjesht konotacione që ne I vendosim çdo eksperiencë. Ne preferojmë që të vendosim emër për çdo gjë. Por ndonjëherë ka gjëra që nuk kanë nevojë për emër, nuk kanë nevojë për shpjegim. Është si një ndjesi e bukur që në rregull ne I vendosim një emër që për shembull është dashuria. Por dashuria mund të jetë ndryshme për çdo. Siç e përjeton dikush nuk mund ta përjetojë dikush tjetër dhe mund të ketë një range për shembull që shkon në nivele të ndryshme dhe për çdo individ është e ndryshme. Pra, është thjesht një emër që ne vendosim për identifikimin e diçkaje. Por jo se ne e dim saktësisht se çfarë ajo është. Ne e dim çfarë ajo është vetëm kur e ndjejmë. Kështu është dhe me jetën. Ti e di se çfarë është jeta vetëm kur e jeton atë. Apo edhe emrat që vendosen individëve të ndryshëm. Është thjesht një emër për ta thërritur këtë person. Por nuk është se kjo e identifikon apo cilësitë që ti I vendos, nuk e identifikon ajo. Ti nuk e ke eksploruar totalisht këtë person, I cili mund të jetë si një libër, dhe ti çdo ditë mund të zbulosh një gjë të re për këtë individ. Dhe ndoshta pas një farë periudhe mendimi jot ndryshon, por ndoshta edhe ti ke ndryshuar dhe I shikon gjërat më ndryshe.